Deklarata e bujshme e Selinës në Big Brother VIP Albania, ku ajo u shpreh se mirëditorët janë të pabes, ka ndezur menjëherë një val të fortë të reagimesh në rrjetet sociale. Figura publike, influencer dhe përdorues të shumtë kanë reaguar duke mbrojtur vlerat, historinë dhe dinjitetin e trevave të përmendura. Ndër reagimet më të shpërndara ishte ai i Adrola Dushit, e cila publikoi në Instastory një mesazh të shkurtër por domethënës: vlerat nuk bërtasin, Mirdita i jeton. Një frazë që u interpretua si një kundërpërgjigje elegante ndaj deklaratës së bërë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ndërkohë, edhe Livia Brunga reagoi me një tekst të gjatë dhe emocional ku theksonte rëndësinë e besës, dinjitetit dhe historinë e grave dhe burrave të Mirditës dhe Dibrës. Ajo kritikoi ashpër paragjykimet dhe deklaratat thyese, duke i cilësuar si të papranueshme dhe të dëmshme. Por reagimi më i fortë erdhi nga reperi Xhibani, i cili publikoi një video në Instastory ku jo vetëm kundërshtoi deklaratën e Selinës, por edhe hodhi akuzën ndaj produksionit të Big Brother VIP. Kam marrë shumë mesazhe për këtë deklaratë. Nuk është personale me të, por e kuptoj që është dora e produksionit, u shpreh ai. Mëtej Xhibani u ndal tek historia dhe krenaria e tyre e trevave, duke bërë një krahasim të fortë. Ai përmendi sakrificat historike të grave të Dibrës dhe Mirditës, duke theksuar se ato kanë zgjedhur nderin mbi jetën, ndërsa sulmoi indirekt moralin e Selinës në raport me situatat e krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Reperi shkoi edhe mëtej duke përmendur figurën e Gjergj Kasteriot Skënderbeut, duke theksuar lidhjen e tij me Dibrën dhe rolin historik të këtyre trevave në formimin e identitetit shqiptar. Ky debat ka rikthyer edhe një herë në vëmendje ndjeshmërinë që ekziston rreth identitetit dhe krenarisë krahinore në Shqipëri, një temë që duket se prek fort publikun, sidomos kur artikulohet në një platformë kaq të madhe si Big Brother VIP Albania. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.